Lart aq sa muajt bëj një shekull, i punuar me gur natyral të mbledhur në vendet e betejave më të përgjakshme, mozaiku i artistit Gëzim Hidri, i vendosur po në të njëjtin vend ku në 26 nëntorin e 1912-s, Refik Toptani ngriti flamurin në Tiranë, në urën e tabakve, inaugurohet pikërisht për të përkujtuar këtë datë. Uroj gjithë popullin shqiptar për 100 vjetorin e pavarësisë. Edhe veças uroj gjithë qytetarët e Tiranës për ditën e 100 vjetorit të ngritjes flamurit në Tiranë. Në praninë e familjeve autoktone, kryebashkiaku Lulzim Basha ka shprehur mirënjohje për firmëtarët e ngritjes së flamurit të pavarësisë, pa kontributin e të cilëve, Tirana nuk do t'ishte sot qyteti që rrezaton shpresë dhe besim anë mban kombit. Nga ajo ditë e madhërishme me 100 vjet përpara, me 26 nëntor 1912 deri sot, shumë ka ndodhur në qytetin tonë, në rrugët dhe sheshet e tij, në shtëpitë, familjet dhe zemrat e qytetarëve. Sot, qyteti Tiranës nuk është vetëm qyteti më i madh i shqiptarëve, nuk është vetëm kryeqendra e shqiptarëve, por është po kështu shpresa dhe besimi, sepse rrezaton shpresë dhe besim anë mban vendit, anë mban kombit shqiptar. Shprehim mirënjohjen tonë të thellë e të pandalshme, pavarësisht nëse jemi banor autokton apo nëse një moment caktuar paraardhësit tanë u mirëpritën me zemrat hapura nga banorët autokton të Tiranës. Aktivitetet e nisura në këtë ditë të shënuar kanë vijuar në rrugën Murat Toptani me panajirin Blej produkte shqiptare. Ndërsa bën pazar bandat e rokut nga Tirana apo qytetet e tjera të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë e Malit të Zi luajnë muzikën më të kërkuar të kohëve të fundit.